Skuadër mysafire vetëm 6 pikë, po shohim këto aksion të vendasve. Goditja pret Kenan Haxhi Hamza. Minuta. Skuadër të Xhiros 19 të ndëruar shikues. Drita arriti fitore në udhtim ndaj Ferizat. Ja kjo goditje! Super pritje nga Faton Maloku, i cili e shpëton skuadrën nga bësimi i golit. Fantastike gjuajtja. Jonuzi për paksa nuk arritur që të realizoj fluturoj. Niset Limani. Ronaldo Çakon, Limani edhe njerë. Vjen krosimi. E më pas kjo goditje, edhe një super ndërhyrje e Faton Malokut. Jashtëzakonshëm. Portieri i Dritës Dres. Tjetër pasim përpara, goditje Kristal Abasajt pret Kenan Haxhi Hamza. Hamiti me atë ndërhyrje, po shohim rastin Dabiqaj. Albert Dabiqaj blokohet. Vazhdon aksioni me Liridon Balaj, i cili gjuan. Mirë po pati edhe offside. Ja ky pasim vjen goditja. Rast ideal për Dritën. Ronaldo Çakon, vertikalizimi për Kreshti Kukën. Kreshti Kuka jashtë përfundon topi. Në gjatë spati edhe offside. Tjetër krosim. Almira Zeraj. Jenë kjo goditje. Tusha gjuan. Të shkon mbi portën e Kenan Haxhi Hamzës. Krosimin nga Nguena, ky tentim e kokë, shojmë 1-0. Realizon Besnik Krasniqi. Minuta e 2 të shtesë. Drita në epërsi. Një krosim në zonë ku më së miri gjendet kapiteni Besnik Krasniqi. Fesa tani u takon tërësisht vendasve. Bëre këto gjithçka të ndëruar shikues, fitore e frymës së fundit nga Drita, fal golit realizuar nga Besnik Krasniqi.